Atë trëmb më shumë operacioni apo momenti kur të thonë do të bëhet me anestezi? Për disa njerëz, procedura kirurgjikale në vetvete është më e pranueshme se sa ideja e të fjeturit, e humbjes së përkohshme të vetdijes, e mos kontrollimit të trupit të tyre dhe dorëzimit të plot në duart e ekipit mjekësor. Pyetjet që lindin janë pothuajse gjithmonë e njëjta. A është e rrezikshme? A do të zgjohet mirë? A do të mund të ndjej diçka gjatë operacionit? A ka pasojë afatgjata? Dhe a do të zgjohem nga anestezia? Sot do ta shpjegojmë qartë, sepse anestezia nuk është një detaj i vogël teknik, është një nga pjesët më të rëndësishme të sigurisë së pacientit. Biles për mua si anestezist është pjesa më e rëndësishme gjatë një ndërhyrje kirurgjikale. Përshëndetje të dashur miq dhe mikesha të produksionit ton divulgativ. Jam doktor Sketi Faria, tashmë më njihni, themeluesi K-Day Hospital. Sot do të ndalemi në një temë që për shumë pacient mbetet ende e paqartë dhe mbështjell me mite, histori të dëgjuara dhe frikë të egzageruar, rreziqet e anestezisë dhe çfarë duhet të dijë realisht çdo pacient përpara se të hyjë në sallën operacione. Qëllimi nuk është të alarmojmë, por të sqarojmë dhe informojmë. Sepse e vërteta është kjo, anestezia moderne, kur kryhet nga profesionistë kualifikuar me vlerësim korrekt dhe një strukturë të përgatitur, është shumë e sigurt. Por ajo nuk vjen asnjëherë me zero risk dhe pikërisht për këtë arsye duhet trajtuar me seriozitet dhe transparencë. Shumë pacientë e mendojnë anestezinë thjesht si gjumin e operacionit. Në realitet, ajo është shumë më tepër se kaq. Anestezia është kontrolli i dhimbjes, menaxhim i vetdijes, mbrojtje e funksioneve jetike, monitorim i frymarrjes dhe ruajtje e stabilitetit të organizmit gjatë një procedure që pa këtë mbështetje do të ishte e papërballueshme ose e pasigurt. Me pak fjalë. Pas shpikjes së rrotës, anestezia është shpikja më e madhe e njerëzimit. Ka disa forma kryesore të saj. Anestezia lokale përdoret kur duhet mpirë vetëm një zonë e vogël e trupit. Këtu injektohen anestetik lokal si lidokaina, mepivakaina, bupivakaina, levobupivakaina ose ropivakaina, të cilat bllokojnë përkohësisht përcjelljen e impulsit nervor. Kjo do të thotë se nervi ndodhet aty, por nuk transmeton dhimbjen. Pacienti qëndron zgjuar, merr frym vet dhe zakonisht rekuperohet shpejt. Kjo teknik përdoret në procedura të kufizuara sipërfaqësore ose me traumë të vogël kirurgjikale. Megjithatë, nuk duhet menduar se vetëm sepse është lokale, është pas një rrezik. Nëse anestetiku kalon aksidentalisht në qarkullimin e gjakut në sasi të lartë, mund të japë toksicitet sistemik, me simptoma si mpirje rreth gojës, shije metalike, zhurmë në vesh, marramendje, konvulsione dhe në raste më serioze edhe çrregullime të ritmit të zemrës. Sedacioni është një nivel tjetër. Këtu pacienti nuk është gjithmonë plotësisht në gjumë, por ndodhet në një gjendje qetësimi të kontrolluar. Mund të jetë sedacioni i lehtë, kur personi është i qetë dhe reagon normalisht. Sedacioni i moderuar, ku është i përgjumur, por mund të përgjigjet zërit apo prekjes. Ose sedacion i thellë, ku vetëdia ulet ndjeshëm dhe pacienti mund të mos ruajë plotësisht frymarrjen pa ndihmën e anestezistit. Barnat që përdoren më shpesh janë midaxolami për qetësim dhe amnezi, propofoli për hipnozë dhe gjumë të kontrolluar, fentanili, sufentanili ose remifentanili për kontrollin e dhimbjes dhe në disa raste dexmedetomidina ose ketamina në varësi të profilit klinik. Këtu është shumë e rëndësishme të kuptohet se sedacioni nuk është domosdoshmërisht i lehtë vetëm sepse nuk quhet anestezi e përgjithshme. Kur bëhet i thellë, ai mund të përmbajë të njëjtat rreziqe në frymarrje dhe qarkullim të gjakut, sidomos te individët me obezitet, apne të gjumit, probleme pulmonare ose ndjeshmëri të lartë ndaj preparateve. Anestezia regionale ose rajonale, si mund ta quajmë, është më e gjerë. Ajo bllokon ndjeshmërinë në një pjesë më të madhe të trupit duke vepruar mbi një nerv, një grup nervash ose mbi rrënjët nervore. Këtu hyn bllokjet nervore periferike, anestezia spinale dhe ajo epidurale që shpesh e kujtojmë për partoanalgezin gjatë lindjeve. Në anestezinë spinale, anestetiku injektohet brenda lëngut cerebrospinal dhe jep bllokim të shpejtë të ndjeshmërisë dhe lëvizjes në pjesën e poshtme të trupit. Në atë epidurale, banat injektohen në hapësinë përreth palcës kurizore. Pra, përpara cipës dura madre që rrethon palcën e kurizit, shpesh me mundësi administrimit të vazhdueshëm përmes një kateteri shumë të hollë. Banat më të përdorura janë bupivakaina, mepivakaina, ropivakaina dhe lidokaina, ndonjëherë të kombinuara me opioid si fentanili ose morfina për analgjezim më të mirë.
Kjo teknik mund të jetë shumë e dobishme sepse shmang nevojën për gjumë të plot në raste të caktuara, por ka rreziqe të veta specifike, si rënje tensioni, mbajtje urinës, hematom, infeksion ose shumë rrallë irritim apo dëmtim neurologjik. Anestezia e përgjithshme është forma më e thellë dhe më komplekse. Kjo është gjendja ku pacienti humbet vetëdijen në mënyrë të kontrolluar, nuk ndjen dhimbje, nuk kujton as pak procedurën dhe kur është e nevojshme merr edhe relaksim muskular. Për induksionin përdoret zakonisht barna si propofoli, ndonjëherë etomidati në raste të veçanta, më rrallë ketamina në profile specifike klinike. Për analgjezi përdoren opioid si fentanil, sufentanil ose remifentanil. Për relaksim muskulor, mund të përdoren rocuroniumi, cisatracuriumi ose suksametoni në situata të veçanta. Mirëmbajtja e anestezisë mund të bëhet me agent inhalator si halotani, një bar shumë i vjetër ky, sevoflurani, izoflurani ose desflurani, apo me teknikë totale endovenoze, pra TIVA, ku gjumi dhe analgjezia mbahen tërësisht me infuzione intravenoze, zakonisht me propofol dhe remifentanil. TIVA përdoret gjerësisht sepse lejon kontroll të mirë të thellësisë së anestezisë dhe shoqërohet me më pak të përzjera, marrje mendsh dhe të vjella në periudhën postoperatorie në krahasim me anestezinë totalisht inhalatore. Propofoli kërkon disiplinë shumë të lartë në përdorim, jo vetëm për efektet e tij farmakologjike, por edhe për mënyrën si ruhet dhe administrohet. Si emulsion lipidik, pra me përmbajtje dhjamore, ai është veçanërisht i ndjeshëm ndaj kontaminimit bakterial nëse nuk ndiqen rregulla strikte aseptike. Për këtë arsye, në përdorimin anestetik standard, administrimi duhet të nisë menjëherë pas hapjes dhe të përfundojë brenda 6 orëve, veçanërisht kur preparati është i transferuar në një shiringë. Ndërsa tubat e infuzionit dhe çdo sasi e përdorur e këtij bari duhet të hidhen brenda 12 orëve nga hapja ose në fund të procedurës. Mos respektimi këtyre kufive nuk është një detaj i vogël teknik, rrit rrezikun e kontaminimit mikrobik, i cili në raste të caktuara mund të çojë deri në infeksion të rënd, sepsis apo vdekje të pacientit. Kur pacienti është nën anestezi të përgjithshme, ekipi nuk po pret thjesht të mbarojë operacioni. Në çdo sekond monitorohen oksigjenimi, rrahjet e zemrës, tensioni arterial, frekuenca respiratore, sasia e dioksidit të karbonit të nxjerr, temperatura, niveli i lëngjeve dhe parametra të tjerë sipas rastit. Menaxhohen rrugët e frymarrjes, qoftë me masë laringeale, qoftë me intubim endotrakeal. Kjo është një arsye shumë e rëndësishme pse siguria e anestezisë nuk varet vetëm nga barnat, por nga i gjithë sistemi, vlerësimi paraprak, monitorimi, pajisjet, protokollet dhe përvoja e ekipit. Një nga fazat më të rëndësishme është vlerësimi para-anestezik. Kjo është koha kur anestezisti duhet të njohë pacientin dhe jo vetëm ndërhyrjen. Këtu pyetet për sëmundjet e zemrës, mushkrive, diabetin, tensionin e lartë, alergjit, refluksin, azmën, apnen e gjumit, epilepsin, sëmundjet tiroide, problemet renale apo hepatike, duhan pirjen, përdorimin e alkoolit ose substancave të tjera, dëshirjet e mëparshme dhe reagimet e mundshme ndaj anestezisë. Po ashtu vlerësohen analizat e gjakut, të urinës, elektrokardiogramma, vizita me kardiologun apo vizita të tjera të mëparshme të kryer nga specialistë të fushave të ndryshme, ndonjëherë ekzaminime shtesë dhe sidomos rrugët e frymarrjes, goja, nofulla, qafa, lëvizshmëria dhe faktorë të tjerë që ndihmojnë të parashikohet nëse intubimi mund të jetë i lehtë apo i vështirë. Kjo fazë është thelbësore sepse shumë rreziqe nuk menaxhohen me improvizim, por me parashikim dhe parandalim. Kur flasim për rreziqet e anestezisë, duhet të dallojmë efektet anësore të zakonshme nga komplikacionet e mirëfillta. Ndër efektet më të shpeshta janë përgjumja, hutimi i lehtë, marrëmendja, të përzierat, të vjellat, dridhjet, ndjekësia e të ftohtit, tharja e gojës, dhimbja e fytyrës pas intubimit, ngjirja e përkohshme e zërit dhe lodhja. Këto zakonisht kalojnë dhe menaxhohen pa vështirësi të mëdha. Pacienti duhet ta ditë që rekuperimi nga anestezia jo gjithmonë është i padukshëm. Mund të ketë një fazë kalimtare diskomforti, sidomos në orët e para pas procedurës. Rreziqet më të rëndësishme lidhen shpesh me frymarrjen. Një komplikacion i njohur është bronkospazma. Me fjalë më të thjeshta, kjo është ngushtimi i rrugëve të vogla të ajrit në mushkëri, si një lloj mbyllje ose shtrëngim i tubave të frymarrjes që bën ajrin të kalojë me vështirësi. Mund të ndodhë sidomos te pacientët me azmë, hiperreaktivitet bronkial, infeksione spitalore ose irritim të rrugëve ajrore gjatë anestezisë. Shenjat janë vështirësi në ventilim dhe ulje oksigjenimi në gjak.
Trajnimi bëhet me oksigjen, bronkodilatator si salbutamoli, ndonjëherë kortikosteroid dhe menaxhim shumë të kujdesshëm të rrugëve ajrore. Një tjetër komplikacion është laringospasma, një mbyllje reflektore e kordave vokale. Me fjalë të tjera, rruga kryesore e ajrit bllokohet si reagim mbrojtës, shpesh ndaj sekrecioneve, gjakut, irritimit ose zgjimit jo të plot nga anestezia. Kjo mund të shkaktojë vështirësi serioze në futjen e ajrit dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme me oksigjen, manovra të rrugëve ajrore dhe në disa raste përdorim të suksametonit për ta zgjidhur sa më shpejt. Aspirimi është një komplikacion tjetër shumë serioz. Kjo ndodh kur përmbajtja e stomakut ngjitet lart dhe futet në mushkëri. Me fjalë më të thjeshta, në vend që lëngu ose ushqimi të shkojnë në drejtimin e duhur, ai depërton gabimisht në frymarrje. Kjo mund të shkaktojë inflamacion të rëndë të mushkërive, infeksion, ulje të oksigjenimit dhe gjendje serioze respiratore me rrezik të madh për jetën. Kjo është arsyeja pse duhet të respektohet me rigorozitet periudha pa ushqim para operacionit, zakonisht të paktën 6 orë për ushqimin e ngurtë dhe nga 2 deri në 4 orë për lëngjet e lehta si uji, çaji e tjerë. Në aspektin kardiovaskular mund të ndodhë hipotension, pra ulje e tensionit arterial për shkak të efekteve të barnave, humbjes së lëngjeve ose thellësisë së anestezisë. Në raste të tjera mund të ketë hipertension, takikardi, bradikardi ose aritmi. Me fjalë të thjeshta, zemra mund të rrahë më shpejt, më ngadalë ose në ritëm jo të rregullt. Kjo ka rëndësi sidomos te pacientët me sëmundje kardiake, ndaj monitorimi i zemrës gjatë anestezisë është i vazhdueshëm dhe jo formal. Megjithëse në raste shumë të rralla, ka edhe reaksione alergjike ndaj barnave anestetike, antibiotikëve, relaksantëve muskular ose materialeve të tjera të përdorura në sallën e operacionit. Në format e rënda mund të kemi shok anafilaktik, një reaksion potencialisht kërcënues për jetën me rënje të fortë tensioni, vështirësi në frymarrje, bronkospazm dhe ëndje. Trajtimi mund të kërkojë reagim të menjëhershëm me adrenalin, lëngje intravenoze, oksigjen, antihistaminik, kortikosteroid dhe mbështetje intensive sipas rastit. Një term që frikson shumë pacientët është komplikacioni neurologjik. Këtu duhet qartësi. Shumica e pacientëve mund të kenë hutim të lehtë, përgjumje ose konfuzion kalimtar pas anestezisë, sidomos të moshuarit. Kjo nuk nënkupton dëmtim të trurit, megjithatë në raste të rralla, sidomos te individët me rrezik të lartë, hipotension të zgjatur, sëmundje cerebrovaskulare ose probleme të tjera serioze mund të shfaqin komplikacione më të rëndësishme neurologjike. Në anestezinë rajonale shumë rrallë mund të ketë irritim ose dëmtim nervor, hematom apo infeksione. Ekziston edhe një komplikacion shumë i rrallë, por tejet serioz i quajtur hipertermia maligne. Ky është një reakcion i rënd gjenetik ndaj disa barnave anestetike, si halogenatët dhe succinilkolina, ku metabolizmi i muskujve del jashtë kontrollit. Me fjalë të thjeshta, trupi hyn në një gjendje të rrezikshme mbi nxehje dhe mbi ngarkesë metabolike, me rritje temperature, rigiditet muskulor, aciditet në gjak, rritje kaliumi dhe destabilizim të shpejtë. Kjo kërkon njohje të menjëhershme dhe trajtim specifik me dantrolen. Është shumë e rrallë, por ekzistenca e saj tregon pse anestezia duhet kryer vetëm në struktura të pajisura dhe të përgatitura. Një tjetër komplikacion i njohur edhe pse i rrallë është awareness ose ndërgjegjësimi aksidental gjatë anestezisë së përgjithshme. Pra ajo frika që mund të zgjohesh gjatë ndërhyrjes kirurgjikale e nganjëherë ndodh për fat të keq. Literatura e raporton shpesh në rendin rreth 1-2 raste në 1000 anestezi të përgjithshme në disa seri intervistash postoperative. Bëhet fjalë për një situatë me të vërtetë jo të zakonshme, por një nga mundësitë që trembë më shumë pacientët. Në praktikë, rreziku minimizohet sa më shumë fal dozimit të saktë të barnave, monitorimit klinik dhe fal përdorimit të pajisjeve që ndihmojnë në vlerësimin e thellësisë së anestezisë. Me pak fjalë, në eksperiencën tonë në KET nuk na ka ndodhur as edhe një herë të vetme, megjithëse kemi kryer më tepër se sa 23.000 ndërhyrje kirurgjikale estetike. Një tjetër gjë shumë e rëndësishme është se rreziku nuk është i njëjtë për të gjithë. Një pacient i ri, pa sëmundje, pa obezitet, pa duhan, pa histori respiratore, me analizat në rregull, nuk ka të njëjtin profil rreziku si një pacient me hipertension, diabet, obezitet, apne të gjumit, azëm, sëmundje të zemrës ose moshë të avancuar. Kjo është arsye pse pyetja nuk do të jetë vetëm a është e rrezikshme anestezia, por sa është rreziku im konkret dhe si po menaxhohet ai? Pacienti ka edhe një rol real në uljen e rrezikut.
të tregoj sakt çdo sëmundje, çdo alergji, çdo ilaç që merr, përfshirë edhe suplementet, të respektoj rregullat për mosmarrjen e ushqimit dhe lëngjeve para operacionit, të ndaloj duhanin sa më herët që t'jetë e mundur, të mos fsheh përdorimin e substancave narkotike dhe të ndjek me kujdes analizat dhe këshillat para ndërhyrjes. Në përfundim, rreziku i anestezisë nuk duhet as dramatizuar, as nënvlerësuar. Anestezia moderne është një nga rritjet më të mëdha të mjekësisë. Unë them shpesh që pas shpikjes së rrotës, anestezia është shpikja e dytë më e madhe e njerëzimit, sepse ka bërë të mundur kirurgjinë e sigurt dhe tejet të kontrolluar. Por siguria e saj nuk lind vetvetiu. Ajo ndërtohet mbi vlerësim të kujdesshëm për zgjedhje të duhur të teknikës, barna të administruar sakt, monitorim të pandërprer, strukturë të përgatitur dhe profesionistë që dinë të parandalojnë, njohin dhe trajtojnë komplikacionet. Kjo është arsyeja pse pacienti nuk duhet të ketë frikë nga anestezia si ide abstrakte, por duhet të sigurohet që ajo të kryhet në duart e duhura dhe në kushtet e duhura. Nëse një pacient e kupton këtë, atëherë marrëdhënia e tij me anestezinë ndryshon. Ka një burim ankthi i mjekullt, ajo bëhet pjesë e kuptueshme e procesit mjekësor, dhe kur frika zëvendësohet nga informacioni i saktë, vendimarrja bëhet më e qetë, më e pjekur dhe më e sigurt. Ky është qëllimi i vërtet, jo të premtohet rrezik zero, por të krijohet besim i bazuar në kompetencë, seriositet dhe transparencë. Dhe nëse gjetet këtë përmbajtje të dobishme, mund ta ndani edhe me të tjerët, ta pëlqeni, të komentoni dhe të bëni subscribe në kanalin ton YouTube për të ndjekur video të tjera të këtij formati. Faleminderit nga zemra që jeni pjesë e këtij komuniteti elitar të veçantë dhe të përzgjedhur.